Situata post-zgjedhore, rinumërimi, aktiviteti i SPAK do t'jenë në fokus të bisedës që kam kënaqësinë të zhvilloj me analistin e njohur Arben Meçe, të cilin e kam në studio. Përshëndetje, mirë se vini në Breaking. Përshëndetje. Në një lidhje direkte do të kemi avokatin e njohur, njëkohësisht edhe sekretari përgjithshëm i Omonia, zotin Marin Sulli. Përshëndetje Marin, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se u gjej. Do doja ta nisnim bashk bisedën duke bërë një koment rreth klimës post-zgjedhore që bizotëron në vend. Kemi akuza kundër akuza, opozita që e ka konsideruar si një farsë zgjedhore gjithë procesin, nga ana tjetër kemi 83 mandate të fituara nga Partia Socialiste, rinumërime, lufta brenda llojit. Çfarë po ndodh? Po, në fakt nuk ishin zgjedhje, ishin votime për hir të vërtetës. Do i lutesh a regjis pak audio në studio? Po. Për hir të vërtetës, Fiori ishin votime, nuk ishin zgjedhje. Të gjitha po dalin në dritë të gjitha manipulimet dhe të gjitha pilotimet e votimeve. Po të shikoni, janë hapur një kuti në Dipër, mos gaboj dhe në një vend tjetër, të gjitha fletët e votimit nga emigracioni janë të plotësuara nga një dorë, ka një sër elementesh që të bëjnë të dyshosh dhe të jesh pothuajse i sigurt që ka pasur një shtrëmërim të madh të vullnetit të shqiptarëve në zgjedhjet e fundit. Çka do të thotë që 83 mandate bile janë pak, se duhet të kishin 94-95, që zotin Rama ta bëjmë edhe mbret, ku di unë regjent, apo çfarë të doni të Republikës së Shqipërisë. Rinumërimi, se e shikoj që nga të gjitha anët përmendet rinumërimi sikur do shpëtoj votimet dhe do t'i kthej ato në demokratike. Në fakt është një hap ligjor që e parashikon ligji, dhe të gjithë njerëzit duan të jenë të bindur që ato që janë në kuti janë numëruar drejt, dhe unë mendoj që duhet ishte bërë dhe më përpara dhe shqyr o Zot që të bëhet, dhe në ku është vendor të dënohen ata që vendor në leximin e votës, sepse e kanë detyrim ligjor që ta lexojnë votën ashtu siç është në kuti, dhe të përfundojë një herë mirë prekja e votave dhe shtrëmërimi i vullnetit të votuesve gjatë procesit të numërimit. Është një plagë e Republikës së Shqipërisë dhe e shtetit tonë që ne nuk mbarojmë dot dhe nuk certifikojmë dot rezultatin e zgjedhjeve, edhe më shumë se një muaj që ka kaluar tani nga dita e zgjedhjeve. Çdo vend evropian, çdo vend edhe me më pak demokraci se sa neve e mbaron procesin dhe i certifikon zgjedhjet në arkun e 48 orëve. Ne harxojmë miliona euro dhe kemi akoma një muaj e ca që nuk kemi certifikuar zgjedhjet. Nuk kemi një sistem të pranuar nga të gjitha palët, dhe unë besoj që këtu duhet të kthejmë syt që pse Shqipëria me miliarda lekë të harxuara nga lekët e mia, tuaja dhe të zotit Meçe, nuk arrin të bëjë zgjedhje dhe të jenë të pranuara nga të gjitha palët, të jenë të certifikuara dhe të jenë efikase në kohën e vet. Zoti Meçe, e dëgjuat komentin e zotit Sulli. Atëherë, duke qenë që Sulli ka qenë funksionar i lartë politik në një zonë, që ishte zona e Imarës, ka patur kohën e mjaftueshme që në zonën e Imarës të prodhonte të gjitha provat për të rrëzuar ngjarjen në Imar, votimet në Imar. Nuk ka që duhet Dibra në një moment. Dhe në qoftë se zoti Sulli e ka shpallur zgjedhjet në Imar fars, dhe ja ku jemi bëllë përballë tani, të nxjerrë një provë që të vërtetojë që po në zonën e Imarës ja ku janë provat e vjedhjes. Nuk ka të tilla. Dhe në Shqipëri për sa kohë që të ketë Sula dhe Berisha nuk kanë për të njohur kur zgjedhjet, jo sa shfaq zgjedhjeve, por se këta janë njerëzit. Këta nuk mund pranojnë humbjen. Këta nuk mund pranojnë dështimin. Dhe ne ndodhemi në këtë proces mbas një muaji akoma nuk dim cili është rezultati, fal faktit që këta njerëz nuk mund pranojnë dështimin e tyre. Nuk mund pranojnë realitetin. Prodhojnë të gjitha llojet artificave për të prodhuar një situatë që nuk ekziston. Në qoftë se thash Sulli që po mban këtë qëndrim në shkallë republike, nuk është në gjendje për zonën ku ka humbur në mënyrë plebiscitare, është zona ku ai ka humbje drastike, është zonë ku humbjen e pati më të thellë se sa votimi i dytë që u bë në qarkun në bashkinë e Imarës. Dhe sot zoti Sulli nuk duhet të thotë tezat
ishte fars. Por duhet thot, në bashkim ku ai ka qenë absolutisht funksionar i lartë politik, sepse ka pat kandidatin e vetë në mënyrë posaçme në atë zonë, duhet kështë sjell një provë, një provë. E në qoftë se thot emigracioni, po e them, vota e emigracionit, emigrantëve, nuk solli ndryshime në raport në zgjedhjeve. Nuk prodhoi mandate. Nuk prodhoi, absolutisht. Thjesht i fuqizoi, por nuk solli asnjë lloj ndryshim. Pra edhe sikur ta hiqnim, edhe ta hiqnim. Në qarkun e Vlorës solli ndryshim. Vota e emigrantëve në qarkun e Vlorës solli ndryshim, sepse votimi i brendshëm në qarkun e Vlorës ruajti të njëjtin balans me vitin 2021 8-4. Kruapën votat e emigrantëve në qarkun e Vlorës, pati ndryshim rezultati shkuan 9-3 në favor të Partisë Socialiste. Kjo është në KQZ, nuk besoj që është objekt debati apo kontestim. Baroj unë. Po, ishte një ndërhyrje, një korrigjim më saktë. Nuk është e vërtet një gjë e tillë. Sepse në zonën e Imarës, përpara se të hapeshin qarku Vlorë, Nimarë ku e qenë veti. Nimarë ku e qenë veti. Fol për, edhe njerë, fol për atë që je ti. Në atë ku je ti, rezultati i zgjedhjeve pa prezencën e votës diasporës ka qenë shumë herë më i thellë se sa i vitit 21. Okej. Është e pavërtet. Është e pavërtet. Okej. Por ju çdo gjë është e pavërtetë apo buridhot? Në 2021 Partia Socialiste e vërteta gjithmonë është dhe e vërteta juaj. Tani të kaloj më te unë se nuk më shtron ndonjë gjë kjo mua. Në 2021 Partia Socialiste në Imar kishte 3800 vota. Në 2025 Partia Socialiste në Imar ka 3600 vota. Në 2021 Partia Demokratike kishte 1200 vota në Imar. Në 2025 Partia Demokratike ka 2800 vota në Imar. Këto janë mund të hapni KQZ, kjo nuk ka nevojë për debat tani. Se shifrat nuk janë opinion, shifrat janë aritmetik, janë shkencë eksakte. Atëherë i dashur, se po m'jep fakte të cilat edhe njerë vërtetojnë një realitet i cili është realitet i konfirmuar mjaft mirë në rezultatet në Imar, të cilat ti nuk po i konteston. Si mos po i kontestoj, po të them shifra sepse ti po më thua një të pavërtet i nderuar. I dashur, se po më futesh në një debat, po më futesh në një debat, strëmëroj rezultat. Jo, i qfare. Po, tani po e kene për që zë tani, po i qfare, iq. Dhe kur them iq, di vetëm një gjë, Po tani mos po detyrohet të them që po thua një të pavërtet, mirë, okej, ke drejt ta thuash, po më lërë të flasë. Në qoftë se regjia... Por i dashur, ke drejt ta thuash, po më lërë të flasë, po se nuk është kjo tema. Unë kam shumë respekt për ty dhe së të lë do të gënjesh në televizion publik. Në qoftë se regjia dhe Fjori hapin faqen e KQZ-s... Po përpiqem ta bëj, po kam probleme të tekstuara me shikimin Marin dhe kam të pamundur që t'i deshifroj nga telefoni. Po, hapin veç votën që është votuar brenda vendit dhe votën jashtë, do të shikoni që në qarkun e Vlorës, vota e diasporës ka pilotuar një deputet në favor të Partisë Socialiste. Kjo është evidente dhe është me shifra. Okej, ti qëndroj faktit të një deputeti. Po të një në çdo qark. Ore ti qëndroj të... Po mirë, i qëndrojmë faktit. është matematik. 6-5, 9-3. Nuk është një deputet diferenca. Okej. Jo, 9-3 dhe 8-4 është një deputet diferenca. Po se the 5-4 që parë. Okej. 9-3 dhe 8-4. 9-3, 8-4. Okej, ta pranojmë këtë gjë i dashur. E do 8-4 rezultatin? E do 8-4? Ore zotërie, do 8-4. Po e heq diasporën, mos do të se kjo është logjika që të thash. Po e heq diasporën. Diaspora dhe gjithë dhe 300.000 votat e pilotuara kanë shtrëmëruar 30 mandate dhe ne nuk mund të diskutojmë për një vot si kur janë patate i nderuar, sepse ajo vota që diskutojmë ne është vota ime, vota juaj, pas një vote është një jetë njeriu dhe është një drejt kushtetuese. E keni gabim që diskutoni në këtë prizën. Është gabim i rëndë.
Vazhdojnë. Po, vazhdoni. Sa ishte pamundur, do më thënë, do të shfryzoj. Jo, po takim në bashkëbisedim, nuk Po ka nuk problem. është bashkëbisedim ky, se unë sa filloj të flas ai ndryn tani, ose unë do të vendos forcën e mikrofonit dhe të mos e lër të flas, ose do ta respektoj. Të përpiqemi ta zhvillojmë me tone të shqeta bisedën. Unë jam në raporte shumë superiore në disponim mikrofonit me të. Po e le të flas, por jo të mos më lër ai mua të flas. Okej. Sa nuk funksionon në të formë. Zotëri, je funksionar politik në Vlorë të thash. Po të le të gabosh. Po një sekund, të lutem. Je funksionar politik në Vlorë, zotëri. Deputeti i aleancës të ngushtë tote me Partinë Demokratike është personi të cilin ti e ke propozuar ti në Vlorë. Ti. A është e vërtet kjo? Po gënjej. Por nuk e kuptoj çka ka këtu për kontestim. Po, ka për kontestim, sepse ti duke qenë funksionar i lartë politik në Vlorë, Po? nuk e nxjerr kontestime në Vlorë, më zotni. Nuk na ke dhënë një provë mbi vjedhje në Vlorë. Dhe duke mos na dhënë asnjë provë në Vlorë, nuk e të drejtë ti në mënyrë posaçme ti të flasësh për gjithë Shqipërinë, kaq po them. Më tej të vite Shqipëria, më tej po vite Shqipëria. Ta i 300 mishi që ishte vota plebiscitare që unë nuk e them tani pas zgjedhjeve, po unë para zgjedhjeve kam thënë zotriti do humbësh në mënyrë plebiscitare dhe kemi qenë bashkë debat. Sepse aleanca, po prit do të mbarojë, qartë fole njerë. Po ta mbaroja burr. Në qoftë se ti thua fars, dje udhëheqësi politiki juaj, Sali Ram Berisha, ka dalë dhe ka thënë këto zgjedhje nuk kanë legitimitet. Tani, cili është ndryshimi midis farsës dhe legitimitetit? Ndryshimi midis farsës si koncept politik dhe legitimiteti si koncept politik është që ne do t'i njofim, ne do futem në parlament, por nuk ka legitimitet të zgjedhje në këndvështrimin e tyre. Farsa është që nuk i njofim fare zotëri. Dhe përdar sa kohë që nuk i njofim fare, siç po thoni ju, nuk do futem në parlament. Tani caktojeni qartë. Do t'i njifti, apo nuk do t'i njifti? Ka legitimitet si koncept politik, apo do filloni procesin që keni filluar tani të hapjes së kutive, se po the hap kutit, do më thënë i ke njojtur, por ke dyshime që kanë manipulime. Dhe nga ky moment, gjithë termi fars që ti po flet, bie se po the fars, nuk ke pse i hap kutit, sepse në koncept e ke deklaruar zotëri, nuk ka pat votime, pse i hap kutit? Për çfarë arsye? Përse i hap kutit, kur thua fars? Fars do të thotë do të drejtë e opozitës, që të edhe njerë, jo, shif. Se Partia Socialiste ka hyrë në grevurie për atë të hapjen kutit. E dashur dhe njerë, nuk thash përse ti po kërkon hapjen në kutive. Po çfarë? U them, për sa kohë thua fars... A nuk bën sens pra? Po pra, po të kupto logjikën. Për sa kohë që thua fars dhe sa po u cilësua fars, do të thotë, pse i hap kutit? Se o fars, dhe ti je i sigur që gjithë procesi është, nuk ekziston procesi. është null. Tani ti, thua një krah fars, procesi është null, krahun tjetër, thot, prit qik, do të hapim kutit për të vërtetuar, çfarë ka vërtetuar deri tani? Në Dibër, 41 kuti të hapura, i vetmi gjë që doli vetëm 17 vota. Dhe ti thuash kësaja që ishte manipulimi i madh? Dhe këto 17 nuk është fua hapur diaspora, pra nuk ishte diasporës pra. Dhe këto 17 janë vota të cilat janë marrë brenda grupit, sepse këtë po vërtetojnë tani. Pra, ku duhet dalë tani? Po hanë kokat e njëri tjetrit, thua. Po aty prej ka dalë tani. Por kjo është e kodë, sepse edhe u këtë nuk e them. Procesin që po shbëjnë, po hanë kokat e njëri tjetrit dhe po prodhojnë këtë perceptim. Po për mua procesi është mi gjërë. O thua fars dhe s'ke pse i hap kutit, sa është fars më zotri? Pse do t'i hapësh kutit? Ti e bërë me farë se bën null procesin. Ndërkohë thua, priti që se unë do hap kutit. Tani, këtu nuk funksionon logjika. Dhe ne tani duhet të analizojmë në gjithë këtë proces që flasim, duhet të analizojmë, orë zotëri, po i pranojmë, po ka vjedhje, dhe kjo është tjetër gjë, por nuk i pranojmë fare dhe është farsë. Tani këta duhet të ndaj një gjë të tillë, sepse Shuli deri tani u fut në të dyja konceptet, edhe farsë, dhe tani kutit që janë hapën, pa jamë, 21 kuti u hapën në Dibër. Edhe në Tiranë u hapën kutit, dhe përsëri ndodhi një taj gjë. Tani, u i them Shulit, i them orë zotëri. Sulit, i them orë zotëri. Në Vlorë ku jeti. Mos shko në Dibër, se në Dibër ta dha shuplakën, 17 vota. Tani, ku është vjedhja s'po e marrin vesh, por burë?
Tani fol tani.